Alternativa edhe me një post të rëndësishëm. Orhan Murtezani emërohet ambasador në selinë e NATO-s në Bruksel. Procesin e emërimit dhe plotësimit të vendeve të shefëve të përfaqësive diplomatike konsullore është duke e koordinuar Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Timço Mucunski në bashkëpunim me Presidentën dhe Kryeministrin. Mucunski konfirmoi se në seancën e fundit të qeverisë ka propozuar disa emra, për të cilat pritën procedurat zyrtare të emërimit. Процесот на именување и пополнување на местата на шефови на дипломатски конзуларни представништва согласно Законот за надворешни работи го координирам јас, но целокупниот процес значи координација со претседателката на државата и председателот на владата. Значи по остварена таква координација со претседателката на државата и председателот на владата, на последната седница на влада можам да потврдам, точно е предложив како министер за надворешни работи и надворешна трговија повеќе имиња за пополнување на повеќе места на шефови на дипломатски конзуларни представништва. Sipas shefit të diplomacisë në vend, mbi 60% e kandidatëve të rinj për ambasador dhe konsuj të përgjithshëm janë diplomat profesionist nga radhët e të punësuarave në MPJ, me karrierë të pasur diplomatike për më shumë se 20 vitesh. Sipas tij, kjo është si rrjedhoj e ndryshimit dhe plotësimit të ligjit për punë të jashtme. Бидејќи сакам да ја потсетам македонската јавност. Повеќе од 20 години голем дел од моите претходници зборуваа за потребата од професионализација на дипломатската служба. Но оваа влада е првата влада која што направи конкретен исчекор во таа насока. Ние го сменивме Законот за надворешни работи да најмалку 50% од шефовите на ДКП-ата бидат амбасадори од професионалниот состав на Министерството за надворешни работи, а во пракса одиме со над 60% да бидат и тоа се гледа по последната група именување. Mucunski nuk deshi që t'i bëj publike emrat ambasadorëve të rinj për shkak të karakterit të klasifikuar. Megjithatë, ditë më parë pas mbajtjes së seancës së qeverisë, në media u publikua lista e miratuar prej 9 ambasadorësh të rinj dhe 2 konsuj të përgjithshëm. Përveç Orhan Murtezanit dolin edhe emra të tjerë. Për ambasador në Suedi është propozuar Muharrem Yosufi, ish ambasadori i Ukrainës Krum Efremov është propozuar për ambasador në Sofia. Në Rumani është propozuar Gabriel Atanasov, ndërsa për ambasador në Prishtinë është propozuar Katerina Todorovska. Linda Salievska-Ilyazovska është propozuar për pozitën ambasador në Hag, ndërsa Ilina Mangova është propozuar për ambasador në Londër. Svetlana Geleva është propozuar për mandat të dytë në Këshillin e Europës në Strasburg. Në listë po ashtu përmenden edhe 2 emra për konsuj të përgjithshëm, Tomislav Dimitrovski në Selanik dhe Aleksandar Krstevski në Melbourne.